Macja, kur kam studiu macën, ato janë qenie ndërdimensionale. Sikur edhe shqiponja është qenie ndërdimensionale, sikur edhe ujku është qenie ndërdimensionale, sikur edhe qend. Po ashtu. Pra ka disa krijesa, delfinë. Maca ka ndjeshmëri të jashtëzakonshme. Do të thënë shef gjithçka prej, po të lexosh Vadim Zeland, shef edhe frekuencët e ulta, edhe frekuencët e larta. Kush janë frekuencët e ulta? Janë ato që në librat e shenjtë, po themi fetar, në Kur'an quhen xhin e kështu me radhë. Po ashtu shikojmë frekuencët e larta. Kush janë frekuencët e larta? Janë engjëjt, janë xhin dietar, shërues kështu me radhë, sepse ka edhe në frekuencë të ulët edhe në frekuencë të lartë ka xhin. Tashti, sikur macja shef të dyja llojet e frekuencave, xheli sheh frekuencët e larta. Kur fillon e kënon në 3-4 të mjesit, aty se ne jetojmë një realitet ku ka botë paralele, ka dimensione paralele. Edhe janë duke udhëtu kryesisht mëngjes herët, për shembull, prandaj edhe këshillohet lutja, falja mëngjes herët, në 3-4 të mjesit. Sepse është më anijshëm, pse se kalojnë engjëjt në atë kohë. Edhe xheli kur kënon, ndihet se janë duke kaluar engjëjt, domethënë. Se xheli mund të kënojë aty edhe në 7 mjesit, po në 3-4 zakonisht. Gomari, ai shef frekuencët e ulta. Është shumë i ndjeshëm te frekuencët e ulta. Qoftë lart ka xhin që duke kaluar aty. Edhe pa shkak po e tjerë. Ke pa macet për shkak si gërthisin edhe pa shkak? Po. Najer. Po. Ose bajnë agresive najer. Po. Po, ai duhet kalu diçka që përket një frekuencë të ulët. Ato e sulmojnë edhe. Prandaj edhe janë mbrojtëse e shtëpisë. Po ta kesh macet nuk është se po të mbrojnë vetëm prej mijëve. Do kuptoj. Mijët janë në, po themi, realitetin fizik. E kuptoj. Realitetin metafizik. Ajo që nuk shihet, ajo është shumë e rëndësishme me pas pastër.